Mirdita data 19 qershor 2026. Jemi në orë të bazdites. Kemi hyrë në ditën, nuk e di se sa ditë është e protestës në Shqipëri. Në qoftë se kthehemi pak mbrapsht, ditën që filloi protesta, ditën e parë, por edhe ditën e dytë të protestës, shprehem një lloj mbështetje, pra pavarësisht se si u nis, që preteksti ishte zvërneci, por fakti që pati një lloj shpërthimi fillestar edhe spontan të njerëzve, natyrisht e përshëndetëm ditën e parë dhe ditën e dytë. Madje unë që ditën e dytë shkova në kryesurin e Romës dhe mora lejen për protestën që u bë përpara ambasadës shqiptare. Madje isha në dilemë të vija në Shqipëri apo të qëndroja në Romë. Edhe ju thash që Shqipëria mu duk në ditët e para të protestës, mu duk si i bëja një ngjashmëri, një analogji me Spanjën e 1936-s, ku kishin shkuar gjithë filozofët, Hemingway me shokët tjerë, gjithë që nga anarkistët, komunistët, socialdemokratët, e gjithë bota, filozof, artist, shkrimtar të mëdhenj, shkuan gjithë në Spanjë, sepse aty po ndesheshin në përgjithësi të gjitha format që shprehin kontradiktën e sistemit kapitalist, edhe u shkua sepse u mendua që ishte një moment i përshtatshëm historik që masat e njerëzve të fitonin një farë pushteti mbi borgjezinë, pra mbi sistemin e egër kapitalist. Jo thjesht, madje atëherë kanë qenë më të theksuara tendencat anarkiste në Francë, të cilat u tradhtuan prej forcave komuniste në Spanjë, falni. Edhe kemi parasysh ka shkuar dhe Mehmet Shehu me brigatën e tij, shkon brigata vullnetar nga gjithë bota edhe për ndaluar fashizmin. Por fashizmi Frankos në fund fare pastaj fitoi. Pra, shumë duke Shqipëria ditët e para të protestës. Një vend ku duhet vije, ishte domosdoshme, ishte detyre jona që të ndihmonim që gjërat të ecin në drejtimin e rregullt. Por kjo mbaroi, që vetëm ditët e para dhe të dytën maksimumi. Unë i shkruajta këtyre, i shkruajta atij Qeleshexhiut. Aty ai më ktheu një përgjigje shumë të thatë, më shkruajti vetëm një fjalë përshëndetje. I shkruajta edhe dikujt tjetër, i thash nëse vije në Tiranë, a është e mundur që a ka liri me fjalën që të flasim, të marrim fjalën, të diskutojmë. Domethënë ky manifestim ka dhe debate, mbledhje, asemblera publike që diskutohet për situatën në Shqipëri dhe të diskutohet lirisht. Ekziston kjo mundësi apo jo? Më ktheu dikush për këtyre përgjigje, tha mos bësh politik. Domethënë këtë se kuptova këtë. Por mos bësh politik. Politikën ç'kuptim, po që se do vihet i politik do bëj. Sepse kriza është politike, pra zgjidhesh. Dhe do zgjidhet me forma politike. Forma politike nuk janë vetëm zgjedhjet. Forma politike mund të jetë edhe të eliminosh fare votimet. Është një formë luftës politike. Është formë politike të marrësh koltuk patjetër. Pra ose këta do thonë se kuptojnë, janë kalamaj. Aty pastaj më shkruajnë persona që thanë jo, këtu ka rrugaçëri, thanë protestë. Shkon dikush me moshat më të vogla madje se mosha ime, pra mosha të mëdha, dhe i godasin, jo marrë mikrofonin, ku i lënë të flasin me rrugaçëri, me dhunë. Pra, edhe nëse ju kujtohet, ndërhyri në një emision ai kosovari mecenar që vjen nga Shqipëria dhe bashkë me të tjerë ky Albatrosi që ka gjetur Shqipërinë, po han pa porta dhe bëjnë këta kosovarët me si do qefin Shqipëri. Edhe tha tani ime në rregull, tha se protesta është kthyer në drejtimin e duhur. Domethënë nuk kam ai rrezik që ka qenë i fillimit.
Kush ishte rreziku i fillimit? Rreziku i fillimit ishte një ndryshim i vërtet. Dhe po të vini re, kjo u reflektu dhe tek shkëmbimi, po të vini re grafikun e shkëmbimit me lekun. Në momentin ditë e para pati një zhveshësim leku. Se shkoj te 92, 93, gati po shkoj mbi 95 dhe u stabilizu pas e ati. Po pati një zhveshësim për 2% që u kështë ti, po të pati një frikë. Sepse ndofta me fjalë kjo do ishte vërtet një revolt e njerëzve, edhe mund të shkonte në dëm të padronëve, padronët mund të humbisin në një farë terreni. Ditën e tretë u qetësuan, me sa duket u infiltruan të gjitha forcat e spionazhit amerikan, veçanërisht CIA, me të tjerë fondacione, jo vetëm që e morën në kontroll protestën, por e dominuan. E dominuan dhe çfarë bën? E mbushën protestën vetëm me djemë dhe vajza të reja. Unë manifestimet apo protestat vetëm me djemë dhe vajza të reja, jo vetëm që nuk i besoj absolutisht fare, por e kam bindjen time, opinionin im, që këto protestat kur janë vetëm të rinj, vajza të rinj dhe të reja, janë protesta të elitës, janë protesta shumë të dëmshme. Jo vetëm që nuk sillin asnjë ndryshim, por përkundazi forcojnë dominimin e klasave sipërpra mbi klasat poshtë. Pra forcojnë dominimin mbi të varfrit. Kjo pse? Mosha e re ka shumë probleme, e para nga cila shtresë sociale vjen, që bëhet pyetje e parë. Janë fëmijët e atyre që shqiptarëve që prindit e tyre kanë ikur emigrant, për shembull, apo janë fëmijët e disa shqiptarëve që janë bërë ata padron dhe shfrytëzojnë emigrantët. Mu më rezulton që shumica janë fëmijë diskotekash. Fëmijë që nuk kanë këto problemet e mëdha, shumica, thema, se ka dhe të po shumica, është e dominuar prej këtyre, që nuk bëjnë pjesë të 40% të paktën i shqiptarëve, që diskutojnë ato hanë do të bukë ndarkë, që diskutojnë së pakujtë të qiratë, e tjera. Nuk janë këta. Pra, u spostua dhe pjesëmarrja njerëz, ju bëhet thirrje aty që të vinë dhe këtyre, po të jenë nën kontrollin e klasës dominuese. Edhe dikush thotë proteste bukur e tjera. Këto bukurit, me këto bukurit e protesteve, me këto po los sot elita globaliste. Shikoni juve, ka shumë ngjashmëri me ato që ndodhin në Beograd. U mblodhë gjithë njerëz ku janë tani s'po merret vesh se ku janë më. Pra i nxirrin në momente të caktuara, pra janë protesta që ngjajnë protesta da stadio. Protesta me pjesëmarrës gati të njëjtëve subjekte të atyre që shkojnë në stadium, që bëjnë tifozlek për skuadrat e futbollit. Nuk ka ndonjë ngjashmëri aq të madhe. Madje dhe sloganet janë shumë të ngjashme. Shqipëria e shqiptarëve, vdekje të atarëve, pru që kanë, kini aty parulla, Shqipëria është e ime dhe kjo në stadium, Rama jepe dorëheqjen, ajo intonacioni i zërit, një lloj si thirrjet e stadiumit, si këto tifozëve. Pra janë tifozëria e stadiumit e cila kërkon me fjalë që edhe këtë krizë kaq të rëndë ta shndrojë në një lloj tifozerie, për që kështu, tifozerie që ka vetëm një emër në vërtet. Me qenë se mosha shumë e re e tjera, këto lloj lëvizjes janë parë në histori, janë provuar, dhe janë lëvizje antipunëtore. Janë lëvizje kundër të varfërve, kundër pjesës më të varfër të Shqipërisë. Janë lëvizje raciste. Aty racizmi është i hapur. Aty thuhet do na vinë emigrantët me ngjyrë, do na vinë këta, flitet kundër serbëve, flitet kundër grekëve. Pra, është i ngjashëm me 1922, kur skuadriljet fashiste në atë kohë dolën në Itali, bënin marshime për të prurë fashizmin dhe mbreti Viktor Emanueli dha qeverisjen Benito Mussolinit, i cili përjashtoi pas e gjitha partitë e tjera, sindikatat e tjera dhe vendosja të regjimin e tij autoritar për
gati 20 vjet. Çfarë ndodhi atëherë? Atëherë ndodhi kjo se Italia u konsideroi që gjysmë fituese, madje më shumë humbse se sa fituese në luftën e parë botërore, sepse pati ato goditje dhe nga traktati i fshehtë i Londrës, nuk fitoi dot në Etiopi, humbi u tërhoq, nuk fitoi dot luftën në luftën me Greqinë, humbi u tërhoq edhe nga Shqipëria. Jemi në luftën e parë botërore se u ngatrova me luftën e dytë, por domethënë se janë të ngjashme në fundit të dyja luftët. Italia doli më shumë humbse se sa fituese. Të vetme gjë me fjalë që vendosi ekuilibrin me Austrinë, domethënë u morën këto tokat italiane që ishin më përpara me Austrinë, pjesa e Triestes e Bolzanos, me fjalë Friuli Venezia Giulia, kjo tjetra Alto Adige. Por domethënë ju dha një status i veçantë këtyre. Domethënë këta bëjnë pjesë në Itali, por janë austriak, në farë mënyrë janë gjerman. Përveç kësaj pasaj, pati Italisë po dhe Gjermanisë ju vendosën sanksione të rënda. Dhe nga që Italia për një luftë të gabuar, luftën e parë botërore, pati shpërthime, ke një krizë shumë e madhe, dhe pati greva, demonstrata, një shpërthime për fabrika të punëtorëve. Dhe këta punëtorë, mendoni, këto manifestime, këta protesta që bënin punëtorë në atë kohë që ishin të forta, u shtypën prej të rinjve, u shtypën prej skuadriljeve fashiste. Pra të rinjtë, po të vëmë re, mosha e re, se dhe ne kemi qenë të rinjë, natyrisht. Mosha e re ka më shumë vese se sa kemi ne të vjetrit, mos e harroni, janë më shumë, nuk janë më pak egoistë të rinjtë, që duke si i riu, sikur kënaqet me pak e tjera. Ne dim shumë mirë që i riu i nxin jetën i prindit këto mosha, dhe ka vajtur mosha sot deri 35 vjeç, deri 40 vjeç, që fëmia i sotëm është i varur prej prindrit nga ana ekonomike, e masakron, e sulmon, se mos mendoni që e kam këtë eksperiencë në shtëpinë time, por mendoj që është e përgjithshme. Nuk besoj se kam dëgjuar edhe të tjerë që ankohen sa dush. Kemi bërë një manifestim për të gjë herë këtu para ambasadës dhe filluan gjithë moshat tona me u vërsull, kishin një pak kënaqësi ndaj fëmijëve që nuk e keni ide. Nuk e kuptojmë me këta fëmijë që së rriten kurrë, na kërkojmë vetëm neve, duan shumë dhe duke punuar pak, e tjera, domethënë ishte ky raport konfliktual dhe brezash. Por e vërteta kush është, sepse ajo është moshë e re e cila do shumë, por ka pak mundësi. Kërkon shumë, kërkon rrobat firmate, po t'i shihni këto protestat janë një pjesë rrugullohen, pispillohen. Ndërkohë që në protestat nuk duhet të jenë parada mode. Protestat duhet të shkosh në mënyrë më të thjeshtë të mundur. Protestat që kemi bërë në Romë, unë kam arritur i kam marrë kvestorit kur i kisha xhinsat e palarë. I kisha xhinset pisët nga që rrija shumë në përpjaca, atëherë kvestori më jep të diçka, kur vija me kollare s'merr asgjë. Sepse protesta është protestë. Protestë jo të bëjmë ne të, më thoshte njëri, shkojnë në protestë sepse thonë që ka femra të bëjmë ngacmojnë femrat, për shembull. Kjo puna e moshës së re, unë nuk e besoj protestën e moshës së re. Kjo pse është në vetvete, kufizohet vetëm tek mosha e saj. Madje, këta po marrin dhe fëmijë aty. Ka janë ca prindër që janë pa përgjegjshëm për mendimin tim, që marrin fëmijët në protestë. Dhe ç'do të thotë kjo? Sepse sipas tyre është simbolike që ju po shkatërroni të ardhmen e fëmijëve tonë, domethënë është kjo ideja. Ishte një grua, edhe thoshte jam mësuese gjuhës shqipe, që e mbante fëmijën në krah aty dhe fliste, fëmia ishte 3-4 vjeç, 5 vjeç, ndoshta. Ai fëmijë rritet shumë keq, traumatizohet. Domethënë në këto raste normalisht duhet të ndërhyjë, nëse ka një tribunale, një gjykat të fëmijëve, të ndërhyjë që ta konsiderojë që prindi ka paaftësi për ta mbajtur fëmijën. Sepse nuk mund të induktosh ti fëmijës ideologjinë që ke ti në kokë.
Fëmia mund dali, ka drejt dali dhe në protestë, sepse nuk është ndaluar dali fëmia në protestë, po nëse protesta është për shembull, kam menduar unë herë këtu të nxjerrim gjithë fëmijët emigrantë për të protestuar që fëmia që lind në Itali ta ketë në mënyrën automatike shtetësinë italiane, që të njihet jus soli, ta lind këtu të jesh shtetës italian. Dhe këtë mund ta bësh me fëmijët, nuk është se pa e përdor fëmijët, se fëmia po del dhe ai për një gjë që i takon direkt atij. Ose për mungesën e çerdheve, mungesën e mjeteve simore, kujtun, domethënë gjëra që lidhen me jetën direkte të tyre, nuk diskutohet dhe ata do të shprejnë mendimin e tyre për atë që kanë direkt, por nuk do të shprejnë mendimin fëmia 4-5 vjeçë për fluksin e paras që ka dobësuar valutën dhe ka forcuar lekun, se nuk mund ta bëj dot fëmia këtë. Jo vetëm fëmia, se bëj dot as të rinjt. Kjo kërkon një moshë çik më të madhe. Pra këto lëvizje në të vërtetë, janë lëvizje fashiste. Janë lëvizje antipunëtore. Unë këto moshë i kam parë dhe këtu në Romë. Shqiptarët nga natyre janë shumë racistë, janë të mërësisht racistë. Domethënë ndaj dhe protestat e shqiptarëve shkojnë në drejtimi racist. Pse janë shqiptarët racistë? Shqiptarët janë gati gjithë racistë. Janë shumë pak shqiptarë që shpëtojnë nga antiracizmi. Sidomos për sa i përket ngjyrës së lkurës, në fakti që ky nacionalizmi gjuhësor ka hyrë në kokën e shqiptarëve tregon që e absorbon lehtësisht sepse ke prirë raciste. Sepse ndryshe, po mos kishe prirë raciste, s'ka pse të thuash që gjua shqipe gjua më e mirë, kujtun etj. Jo, domethënë unë jam njeri, nuk du gjuhën italiane, domethënë shumë herë madje për solidaritet më kujtohet njerë për shkak që vënë tek monumenti Skënderbeut, kishin vënë një parull aty, kishin shkruajtur mbi monumentin: siamo tutti palestinesi, jemi gjithë palestinezë, për faktin që palestinezë vritën. Asnjë budalla shqiptar, më falë se po përdor kështu rëndshëm, nga emigrantët, se ju kujtoni se këta që vinë emigrantë mësojnë më shumë, këta janë më keq. Këta janë më keq. Sepse isha me gocën sot dhe thonë se thash gjithmonë gjendemi para akuzës që thonë po ti je shqiptar. Jo, kam qenë dikur shqiptar, nuk jam më shqiptar. Në kuptimin e të menduarit. Kam qenë shqiptar deri 40 vjeç. Mbas 40 vjetësh jo. Sepse jam integruar në këtë mënyrën e të menduarit përtej qenies, përtej nacionalizmit gjuhësor apo etnik apo etj. Dhe unë në moshën gati 40 vjeç shkruaja letra këtu dhe kam shkruar që italianët nuk na japin të drejtat sepse ne jemi njerëz që arrijmë më shumë suksese, kujtu këto budalliqet raciste. Edhe i kam shkruar dhe unë, mendoni, edhe unë që luftoja kështu, dhe unë rash në të tendencën raciste që se eliminohet, është gjak kjo. Na e kanë futur këta me rilindasit. Na kanë edukuar vetëm me racizëm. Me racizëm, me nacionalizëm, me këto gjërat me fjalë që ta mbyllin trurin. Dhe kam shkruar atëherë që ne jemi madje ne jemi superior në kuptimin intelektual, në kuptimin e të përshtatjes punë, përshtatjes fizike, deri dhe ngjyrës bardhë dhe tjerë. I kam shkruar unë, mendoni, i kam shkruar në vitin 2001. Në 2001 isha unë eksaktësisht isha 40 vjeç. Kur që një stragje, një masakër këtu në Itali, stragje di Ligure, Novi Ligure, ku një vajzë italiane, ishin dy ato, ishe një vajzë dhe me gjithë të dashurin sa e Erika e Omar, vranë nënën e tyre dhe një fëmijë. Edhe gazetat u mbushën atë kohë që ishin shqiptar, unë thash këtë pas edhe me gjishe si përgjigje, si atësarim që kisha se për çdo gjë atëherë thuaj që ishin shqiptar. Nuk e di, domethënë tani do ta kuptojmë pse atëherë e bënin dhe tani se bëjnë, tani bëjnë të kundërtën. Pra kuptohet që ka qenë dora edhe këtu e Sorosit me kompanie këtyre e Europës që musulmonin Shqipërinë, shqiptarin qëllimisht që ta sklavronin. Tani mbasi e sklavruan, tani e ngrejnë lart dhe thonë ju jeni raca me zgjuar, kujtun e tjera. Sepse e arritën. Edhe se është pak zhurmë këtu, kjo makine amës me prerave. Edhe pra dhe unë i kam shkruar këto, shqiptarët janë racistë, janë shumë racistë.
janë bien tërësisht. Keni parasysh kur thonë shqiptarët e ndihmojnë njëri tjetrin e kështu etj. E kanë fjalën që e ndihmojnë kur si e ndihmojnë, për çfarë ndihmojnë shqiptarët njëri tjetrin në emigracion? Si keni kuptuar këtë? Se unë kam kuptuar shumë mirë. Se unë shqiptarët i kam njohur këtu në emigracion, nuk i kam njohur në Shqipëri. I kam njohur dhe arritën në konkluzion këta njerëz janë gjithë një lloj. Janë gjithë një lloj siç kam qenë unë para 40 viteve. Por unë ndryshova sepse pash që këta shqiptarë ishin të tillë. Kur e pash ishin këta, detyrova ndryshova. Edhe kur thonë që shqiptarët e ndihmojnë me një tjetrin, e kanë fjalën që kur ndodh një zënje publike, janë në një lokal edhe grinden shqiptarët me marokinët, për shembull, apo grinden shqiptarët me zezakët, se po përdor këtë fjalën kështu, nuk e di, është hyrë se për zezakët, për njerëz me ngjyrë. Pra shqiptarët e ndihmojnë njëri tjetrin, ja u grindën aty me marokinë dhe shqiptarët ndërhyjnë gjithë për të rrahur marokinin. Ja ky është shqiptari. Edhe kjo është ajo drejtat e shqiptarit. Për këtë lloj drejtë ditë luftoi shqiptari. Keni dëgjuar juve që shqiptarët ta ndihmojnë njëri tjetrin për një çështje drejtësie, për një shqiptar që është arrestuar padrejtësisht. Përveç shoqatës Iliria, po e gjetët, më thonë që ti grumbullohen. Ka dalë vetëm njerë tu në Napoli kur e vran një shqiptar nga mbrapa, e vrau ai zoti i shtëpisë, kujtu se hyri për të vjedhur, dhe bën shumë mirë që dolën, sepse të ta vrasësh, vetëm aty po që një gjë sporadike që mbaroi shpejt. Por në mënyrë të organizuar, shqiptarët kanë dalë vetëm për racizëm në shesh. Kanë bërë vetëm protesta raciste, siç i bënin për UÇK-n, për Kosovën. Për mua ato janë procesa nacionaliste, raciste në fund fare, se delti me flamujt e një kombja kujtun për rrugët e Romës, për çfarë del atë? Ti nuk e bën për të treguar ekzistencën tënde, jo, për të ulur tjetrin. Pra, për të nxitur urrejtjen ndëretnike tek të tunjt. O sa mirë me qenë shqiptar, që ata të urrejnë serbin, të urrejnë grekun, pa t'i mbushish njerëzit me urrejtje. Kjo është mosha e re veçanërisht. Mosha e re është skandal. Mbaj mend këtu me studentët, kujtojnë ata se i morën ata lejtë e qendrimit. I morën Ilat Kosturit, shoqata e Iliria, i morën punëtorët e krahut për ata. Nuk i morën këta budallënjt. Ta dolën aty para ambasadës, noi siamo studenti. Ma chi se ne frega që student? Jemi studentëve. Ju thanë atë të mjaftin në Tiranë, mos flisni favor të emigrantëve këtu, se ju jeni student. Po thanë ne jemi student, ç'na duhet ne me emigrant? Emigrantë janë bërë pjesë nga çimento, ç'na duhet neve? Ata janë, çfarë është emigranti është shkallë ulët sociale, ne jemi ata njerëzit e bukur, e ardhmja, ne jemi ambasadorët e ardhshëm të Shqipërisë. Pra, rinia shqiptare në vetvete ka i racizëm ekstrem që degeneron sigurisht në fashizëm. Pra lëvizjet e thash, 2 ditë e para mund të bëj diçka, po të ndërhynim kishe liri dhe të flisin tjetër. Pas e më mbrapa degeneron fashizëm. Këto janë lëvizje fashiste që po vinë tani gjithë të shqiptarët që marrin shtetësitë, e thoshte mirë Zim Katuçi, që tha që shqiptarët në Itali marrin shtetësinë italiane për këtu, dhe pastaj çfarë thonë? Bashkohen me Salvini, bashkohen me racistë italianë që kundër shqiptarëve që janë pa dokumenta, ose shqiptarëve që janë me lejë qëndrimi. I keni vënë re se tani dhe unë jam shtetës italian dhe mburrem në një, po unë shtetësinë italiane e lidh me kulturën italiane, është tjetër gjë. Domethënë e lidh me një lloj integrimi kulturor këtu. Nuk më intereson punë aq shumë e Copeletës. Është normale, Copelletës më jep shumë imunitet, nuk diskutohet, por më kujtohet kur isha në Bari, me ikte autobusi dhe isha në radhë, unë jam emigranti me i vjetër këtu, po më kërkua shtetësia italiane për 20 vjet për shkak protestave në rrugë, për 19 vjet, edhe del njëri aty ishte një truthar shqiptar, aty në radhë dhe ishte mosh më e madhe se unë. Dhe më thotë se janë 2 radhë aty, një radhë është për, dhe aty është diskriminim, një radhë për pasaportat shqiptare, një radhë për pasaportat e Europës. Tani ndoshta e kanë rregulluar, ndoshta është më ndryshe. Edhe në Bari aty radha e pasaportave shqiptare ishte të mbaronte. Radha e pasaportave të huaj ishte shumë e vogël, mikte autobusi, nuk e kapja dot. Dhe më del një nga këta trutharët shqiptarë, nga këta
djoja patriotët këta, se këta gjithë këta që janë të tillë, igjen sigur janë patriotë këta. Këta janë patriotë vetëm të egoizmit të tyre, as i gjem tepër. Vetëm janë tribalistë. Janë për interesin e tribus tyre, të vogël fare, dhe thotë unë dua Shqipërinë, ai do pronën e tij, do të tijen, vetëm të tijen, dhe do kaliksin pasaj që do të keqen e tjetrit. Ai shihni çfarë thonë, futini vërtasin për burgun. U bë amnistia në burg, e për të burgosur duhet të bëjmë fest që u bë një amnisti. Sepse 2/3 e shqiptarëve në përburgje, si pasaj si më rezulton mua, janë të pafajshëm. Ose janë të dënuar për një faj që nuk e kanë bërë, ose janë dënuar më shumë se sa meritojnë. 2/3 duhet të bëjmë fest që një pjesë e shqiptarëve ju ridha liria, që të rekuperohen kujtun ose nëse kanë për faj, ose të mbarojnë hallën e tyre kur janë pafajshëm. Ai agronshej ullërit aty, më keq se sa Edi Rama, dhe thonë pas është më mirë. Më keq agronshej se Edi Rama. Ja ti zoret burgosit nga burgu. Po mirë më valla, ky burgosit e një, kuptoni se i burgosit s'ka liri. Ai është njeriu më i dobët, është pa liri, do të dikush ta mbështesi, ta përkraj. Jo, hyrin burg tani, hajtë ta lëmë ta praktisin. Se i kam provuar unë të vetë. I kam provuar në kurrizin tim, jo direkt, që në momentin që hyn burg për një akuzë falsë, në vërtet që ta sajojnë, edhe gjithë të kthejnë krahat, përse nuk të shef njeri me sy. Madje të shajnë. Ti je pafajshëm, je viktim e një sistemi kriminal, e një mentaliteti kriminal, e një kulture kriminale, prapambetur, e një babëzie kriminale që është futur të gjithë njerëzit. Shkoni këtu në për lokalen për bare të këto shqiptarët e sukses shumë, se me këta është marrë Edi Rama, emigrantët janë bërë të sukses shumë, e kujtuan që kanë bërë para, po këta po ja fusin tani. Se s'po ja fute e punëtori Llaçit i krau. S'ka folur njëra për punëtorin e ndërtimit, që shfrytëzohet dhe prej këtyre që po shkojnë Tiranë tani. S'ka thënë në njërë, ore, këta punëtorët, do të kenë dhe këta dignitetin e tyre. Punojnë mes diellit, e thonë atë plazhin e thonë plazh Tullë, thonë për punëtorët e dini juve, që janë zihen e bëhen mes pluhurit në kushte higjienike të tmerrshme. Nga 10 orë, 12 orë i masakrojnë aty, thjesht ku rezultati një mbijetesë me shumë vështirësi. Po këta janë shumica e shqiptarëve. Këta janë 90%. Këta thonë aty shqiptarët e suksesshëm kanë hapur kur kaq ndërmarrje, kanë hapur kaq shumë. Dhe merren me ata, i takojnë, vinë për mbledhje me ata, mbledhje me punëtorin, me këtë që i del kurrizi që sakatohet në punë. Jo, se ekziston. Kjo pjesa e punës, që është 95%, nuk ekziston fare. Takojnë kriminalët, takojnë këta njerëzit shfrytëzuesit, që shfrytëzojnë dhe punëtorin dhe këtu me emigrantin, dhe këta pastaj bëjnë shete gishteve. Dhe këta shkojnë Tiranë, se nuk shkon punëtori Llaçit, punëtori Kraut. Për këtë është një revolucion, është një thonjza revolucion fashist. Sepse pasqyra e asaj që ndodh në Shqipëri unë e pash përpara ambasadës këtu. Nuk erdhën punëtorët e Llaçit, punëtorët e ndërtimit. Punëtorët e ndërtimit për buzën. Më kujtohet kur vinin këta të suksesshmit, dhe këta s'din të bëjnë si muhabete. Këta kur takojmë, pëse jam takuar në njerë, këta nuk din asgjë fare. Janë më ignorant, nuk i gjen dot. Këta din të bëjnë vetëm muhabet, këta i quajnë veten shumë të zgjuar se kanë bërë para, vetëm për këtë. Edhe thonë, po ti çfarë ke bërë, si jetoj dot. Mezi blej bukën. Nuk më mjaftojnë parat për t'i blerë gjitha gjëra supermerkat, sepse bëj leksione, por nuk bëj çdo ditë. Po ja se ti s'di, je marrë me budallëqe. Kur më vinin punëtorët e Kraut, se unë Çoqja dhe Liria bazën e ka patë të punëtorët, nuk e ka patë të këto fëmijët e përkthjelët studentëve, që kishin menjen në diskoteka, e në qefe, e për t'u veshur, për t'u krehur, e për t'u bërë, dhe që s'dinin asgjë, po pretendonin se dinin gjë. Këto ta shqyrë ambasador të Shqipërisë, që janë si kontingent tani, i këtyre lëvizjeve fashiste. Janë kontingent i lëvizjeve fashiste.
Unë jam mbështet e krajit punës dhe më kujtohet që dikush për ta ulur më thoshte mua ke mbledhur gjithë lumbin këtu. Kur vinte një provokator prej këtyre, më thoshte ke mbledhur gjithë lumbin këtu se i konsiderante lumb punëtorin, sepse punëtori vinte direkt nga puna, vinte me rrobat e punës, rrobat të gjithë pluhur, gjithë tym me fjalë. Po ky qelbësira që shfrytëzon atë, ky hap prej atij shkon atje los dhe bixhos më thënë atë. Me duke mos ia dhënë para punëtorëve se shqiptarët janë dhe bixhosçi, mos harroni. Janë dhe bixhosçi të mëdhenj, mos i quheni shqiptarët njohin mirë bixhosin. Unë më vjen një shqiptar që këtu nuk e pagunin sepse pronari i tij lose shumë bixhos. Lose shumë bixhos dhe mendoni nga që humbi separat në bixhos, ja këta shkojnë atij. Ky është revolucioni sot. Sot revolucioni është ky. Tu ka vajtur revolucioni ngjyrosur që brenda janë shërbime sekrete, janë OIQ, janë këto. Dhe neve normalisht na nxjerrin jashtë loje, sepse s'është revolucioni jonë, është një fashizëm. Nuk është pesimizëm, si thot dikush, do kisha qejf të shpërthente revolucionin. Po të shpërthente nga poshtë lart. Do ta doja unë. Do doja edhe të ndihmoja që në një mënyrë të isha një ndër personat që ta udhiqnin. Po para më mbush Berisha Hamburg, ky kështu është Shqipëria se jona, puta Allah që për të më thënë qëllimi këtyre kush është, ndihmuan deri tani Edi Ramën, po këta njerëz. Po kjo pjesë me fjalë që Edi Rama e donte, tani në momenti që Edi Rama duhet të largohet apo qeveria, dhe po përdorin, po bëjnë këtë ta shkëlqytin revolucion fashist, që ta zvendësojnë qeverinë e korruptuar, sistemin e korruptuar me një sistem fashist. Këtë duan të bëjnë. Këtë e kanë kuptuar shumë njerëz. Shumë njerëz natyrisht që kanë një çik më shumë se sa ata që urdhërin kot aty. Qa do arrijet? Qofse doni kënaqësi që të dënojnë njerëz, do dënohen, të jeni sigurt. Do dënojnë njerëz spaku është gati, sepse në qendrët të këtyre protesta është spaku. Është Europa. Europa është një Europë vërtet naziste sot. Europa mendon i aprovoi qendrat të hapen qendra emigrantësh jashtë vendet e Europës, siç është Shqipëria. E aprovoi dia për parë. Më është kthyer në një multinacional ky globalizmi i hapi rrugën me një lloj fashizmi të Bashkimit të Europës. Dhe Bashkimi i Europës, ato autokracitë gjoja e do Europa dhe do hymë në Europë, dhe ne konsiderojmë si gjë është gjëja më negative. Është gjëja më ajo që shkon më shumë kundër interesave të njerëzve, të shqiptarëve në rastin tonë, dhe të pjesës të pak në 70%, 80% shqiptarëve që janë në atë pemën sociale që janë poshtë. Pra 70-80, do të them shumë përqind e shqiptarëve, ato që bën Europa nuk bën gjë tjetër se i shkatërron këta. Edhe thot standardet e Europës, se tjetër qysh nga standardet e Europës. Tani Europa bëri çfarë po ju thot? Do duam standarde thot që të funksionojë shteti të drejtës, këtë çfarë thonë me drejtësia. Dhe po drejtësia në shkuptim, që ose shteti të drejtës, s'duhet të ekzistojë spaku. S'duhet të ekzistojë gjykata speciale, se gjykata speciale nuk është kundër shtetit të drejtës, nuk është shteti të drejtës. Shteti të drejtës është i drejtës romane, se Europa nuk i ka gjykata speciale për qytetarët e vet. Bëjmë vetëm gjykata speciale për të dënuar ata që humbasin luftën kundër NATO-s, kundër Europës. Pra shikoni sa e mirë është kjo Europa. Kjo bën gjykata speciale për të dënuar Miloševićin, se Miloševići humbi luftën. Po nuk bën gjyqje kundër NATO si bombardoi NATO e bombardoi Serbinë. Jo. Bën gjyqje kundër atij që është i dobët, kundër atij që është humbet. Pra në rastin e Shqipërisë bën gjyqje kundër Ilir Metës, që humbet, po nuk bëhen gjyqjet kundër multinacionaleve, kundër atyre që po na pinë gjakun. Sepse ata që na pinë gjakun, ata janë drejtojnë Europën. Ata janë autokracinë e Europës.
Dhe në thonë sikur kjo është liri, sikur është demokraci, po plotësoni standardet, e tjerë, këtu në qendër Europa është që për na mbyt. Pra nëse këto protesta nuk janë kundër Europës, ato janë fashiste europiane. Fashiste të drejtuara nga Unioni Europea, nga Bashkimi i Europës. Nuk duhet të çuditemi kaq shumë. Se ajo është një grup autokratësh është Europa. Që lejon me fjalë lejoj, se është Europa që e krijoi këtë problem në Shqipëri. Pavarësisht të thonë që e krijuan shqiptarët dhe jo, e krijuan rregullat që futi Europa. E krijoi ndërhyrja e Europës, sepse Europa është prezente kudo. Europa, Amerika janë prezente kudo. Janë prezente në përpartit, janë prezente në ekonomi, janë prezente kudo, ata kanë dominimin absolut. Nuk e kanë shqiptarët. Pra kjo është një lloj fashizmi për të vendosur një diktat, një regjim shumë të ashpër ndaj popullit, ndaj njerëzve, duke duke zvendësuar këta, duke eliminuar punëtorë, duke eliminuar pjesën e varfër, dhe duke dalë këta si shpëtimtar të Shqipërisë, pra siç kanë bërë fashistët. Është e njëjta skem. E njëjta skem për kohët më moderne akoma. Pra për këtë, nëse do bëhet revolucion, do ngrihen një shtesa e varfër, pjesa e varfër e popullsisë, që ka të pamundur. Po të ngrihet, unë jam gati, po natyrisht pjesa e varfër po të ngrihet, pranon mua, nuk diskutohet. Fakti që këta nuk pranojnë, sepse këta nuk pranojnë varfrit. Ky është problemi. Atë çfarë doni? Doni akoma një regjim të një elite të pasur, shërbëtore të huajve të ndërkombëtarëve që të na shtypi, ajo është Edi Ramës. Por kërkojnë ta eliminojnë Edi Ramën për ta bërë dhe më keq se Edi Rama. A do eliminohet Edi Rama? Sigurisht që po. Edi Rama i urren shqiptarët tani dhe në një moment tha unë duhet të largohem, tha, sepse këta njerëz që po i ngrihen kundër, ai kujtonte se po i përdorte ai për pushtetin e vet, ai hyri në këtë lojë dhe nuk di se si do dali. Pra është lehtë të hysh, por nuk di se si do dalësh. Edhe ata që e mbështetën Edi Rama për t'i dhënë gjithë pushtet, pikërisht janë ata që duan ta eliminojnë. Pse se jemi në kushtet e një krize dhe në të cilin fajsohet qeveria vetëm, fajsohet Edi Rama, fajsohet politikanët. Dhe kërkohet dorëheqja e politikanëve për largimi dhe i parlamentarëve, për ta vini re. I çdo politikani. Për ta zvendësuar me çfarë? Me fashizëm. S'ka tjetër. Alternativë tjetër nuk po shohim. Vetëm një kaos që të vijë fashizmi. Një fashizëm i Europës. Një fashizëm amerikan. Fashizmi i NATO-s. Fashizmat janë të forma, nuk janë vetëm të zinj, ka dhe fashizmat kuq, ka dhe fashizmat kru. Gjitha ngjyrave vijnë fashizmat. Nuk ka vetëm fashizmi i zi. Ka dhe fashizmë rosso, nazizmë rosso, i kuq. Pra, Edi Rama nuk diskutohet, nëse ka një gjë të sigurt, është rrëzimi i Edi Ramës. Tashmë me fjalë është e sigurt. Problemi është a do gëzohemi, domethënë çfarë sill rrëzimi i Edi Ramës, gjithë ky është problemi. Sepse na thuhet gjithmonë në njëjtë frazë, ta rrëzojmë mirë këtë, pastaj shohim e bëjmë. Se kështu na thanë në 90, kështu na thënë në 97, këto pikat kryesore. Kështu na thënë që kur është krijuar Shqipëria, pra që të kuptosh proceset e sotme natyrisht, do të kuptosh historinë e Shqipërisë. Do të kuptosh si është zhvilluar historia, për të kuptuar ato që po ndodh sot. Edhe vazhdojmë në video tjetër. Pra, mos mendoni se me protesta raciste, fashiste, xenofobe, urrejtje, fiton populli poshtë, populli thjesht. Mos e besoni kurrë. Populli do fitonte sigur në ato protesta të ishin të drejtuar nga njerëz ndash me rëni. Përburje si do nga njerëz si Lat Kosturi. Merrni si doni. Po mburrem unë, nuk ka problem mburrem, sepse është provuar kur ata emigrantë janë drejtuar nga Lat Kosturi, kanë marrë diçka kanë arritur diçka dhe kanë marrë diçka dhe personale. Kur kanë bërë siguri ka drejtuar në një tjetër, jo vetëm s'kanë marrë, kanë marrë policia dhe i kanë larguar
në vendin e vetë. I ka marrë, i ka të burë. Pra ka bërë një hap mbrapa. Pra kjo është, kur të dalin një njerëz, intelektual natyrisht të dalin, moshave të mëdha dhe jo të vogla, të cilët dalin nga ambiente kulturalisht antiraciste themelore, antiraciste. Do të jesh antiracist brenda. Antinacionaliste. Kur të dalin njerëz të kundërt me atë Marin Memën, apo Arbër, si e ka i tjetri, Arbër Hajdarin, apo me Elvis Naçi, po i përmend ta tre që u paraqitën në tërmeti, kur të dalin njerëz eksaktësisht të kundërt këtyre, nga pikpamja ideologjike, janë eksaktësisht të kundërt, atëherë them se po fillon një revolucion për shqiptarët, që shqiptarët kenë më shumë liri, kenë më shumë pavarësi, kenë më shumë marrëdhënie të mira me një tjetrin, kenë edhe më shumë mirëqenie, qoftë edhe materiale, po veçanërisht kenë edhe më shumë qetësi shpirtërore. E mbyll videon këtu dhe dëgjojmë videon ashtu mirupafshim.